Kultivimi i patates mbetet një ndër aktivitetet kryesore bujqësore në qarkun e Korçës, duke siguruar të ardhura për shumë familje fermere. Megjithatë, fermerët po përballen me një sër sfidash, si rritja e çmimit të karburanteve dhe inputeve bujqësore, që ndikojnë drejt për drejt në kostot e prodhimit dhe fitimet e tyre. Sipas specialistit për parim Kuqo, mbështetja ndaj fermerëve duhet të rritet, duke u fokusuar në përmirësimin e teknologjisë dhe rritjen e shkallës së mekanizimit, në mënyrë që të ulen kostot dhe produkti vendas të jetë më konkurrues në treg. Rajoni Korçës ofron kushte shumë të mira klimaterike toksore për prodhimin e patates. Prandaj dhe ajo është një nga kulturat kryesore që mbillet në këtë rajon, duke siguruar të ardhurë të mira për fermerët dhe për familjet e tyre. Megjithatë, sot fermerët tanë hasen me problematika nga më të ndryshme, siç është rritja e çmimit të karburanteve, të inputeve, mbështetja që duhet të jetë për mendimin tim më e madhe ndaj fermerëve, me qëllim që ata të përmirësojnë teknologjinë, të përmirësojnë kushtet e magazinimit të patates dhe të kenë mundësi të dalin në tregje që të jenë konkurrues. Këtu duhet të punohet më shumë, domethënë për përmirësimin e teknologjive, rritjen e shkallës së mekanizimit, me qëllim që të ulim kostot, që të jemi të përballueshëm në çmimet e tregut. Një tjetër element i rëndësishëm, thot Kuqo, mbetet bashkimi i fermerëve në grupe apo kooperativa, çka do të mundsonte atyre të përfitojnë më lehtë nga skemat mbështetëse të qeverisë shqiptare. Në mënyrë që ata të përfitojnë dhe nga skemat mbështetëse të qeverisë, është e mirë domethënë që ata të bashkohen në shoqëritë e bashkimit bujqësor, në mënyrë që ta kenë më të lehtë, sepse vendimet e Këshillit të Ministrave që janë në këtë drejtim kanë më shumë lehtësira për të përfituar nga skemat. Po ashtu specialisti thekson nevojën për përmirësimin e kushteve të mekanizimit të patates, duke i dhënë fermerëve mundësi të ruajnë prodhimin dhe ta hedhin atë në treg në momentin më të favorshëm.